testoje agjërimin tanë. A janë bo dashnit e tua, dashnit Allahit apo jo? Qka do Allah, ja e do dhe ti tash ajo? Me që ta e teston agjërimi jot, a tu godit ati ku duhet me godit, apo valla tu godit i kun tjetër? Ka mundësi dikuj agjërimi veç stomak i godet. Mlo dhe thot, veç stomak i e shion agjërimin e ti. Mlo dhe thot pa buk. Ma agjërim, Allah i vallaj nuk ka nevoj njani për neve mjallut barkin. Dhe kështu ka thonë për nga meri s.a.s. Allah i s'ka nevoj njani për juve për agjërimin e ti. Me lan hajen dhe pijen, a i se le vepër në ligë. Që i duhet Allah me të torturu barkin? Pse i duhet Allah me të torturu barkin? Jo, qëllimi është shumë ma fisnik. Qëllimi është që dëshirat e Allahut mu ba dëshirat tua. Ti me thonë, çka doje Zoti më unë e baj. Ç'kjo qëllimi? Andaj këta testojnë mënyra ndryshme. Shiko se si e nxjerr të mirën nga vetja. Shiko si falësh. Shiko e i koncentrum. Shiko a nxjerrët sadakaja nga xhepi. Shiko a dhimbën të varfrit. Shiko e karakterin tanë. Shiko e formimin tanë. A je njeri taman? A ki sjellje të mira? A je si pejgamberi selam, si sahabët e tij? Apo runa Zot, sikur që plot për njerëzve agjërojnë një gibet së në le, një televizor së në le. Allah o gjëdot me epizoda këta e këshiri. Që 7 vjetë thot e këshiri. E mësanin a vena në kohë thot, Allahve pe e zgatin të navijën, shumë gatë agjërimi, ajo kështu, apo, ama atje do të përmen të pika e dytë, se knatësia argumenton për nefsin, a nefsja zemra. Andaj njëra prej mundësive për me testu agjërimin tanë, a e ka lodhë veç barkin tanë, apo e ka prek nefsin tanë, dhe e ka regulue, e ka meremetue, edhe nefsi jotë, edhe zemra jote tash, mi darë gjëra që ka i dojnë Allahu Gjellivala jo. Shikoje, sa e do Kur'anit, sa e do fejnë e Zotit, sa je i zjartë për këtë fejnë, që jo argumenton sa ti e dojnë Allahu Gjellivala. Tjerat muhabete, ato janë vetëm muhabet pas darke, s'kan do një vlerë. Andë kjo pika e parë, testoj dashnit e tua. A janë dashnit e tua, dashnit Zotit ajo? Apo ti thukshire valla unë e di që këtë Zotit se do, po shumë ma kana muhe. O ti ta kana po Zotit se do. Kur të mërish në gjatë pikë që ti do, veç ka do Zotit, që atër agjërimi ta kalon shej. Që atër agjërimi ta kalon shej.